Shikoj, në fillim them që unë në Bosnë kam qenë si reporter operator dhe kam punu për mediat botërore. Dua të them që nuk kam qenë luftar i pushkës, por kam qenë i kamerës. Ndonjëherë edhe operatori i kamera gjuan më mirë se pushka. Të them të vërtetën, Sinan në Sarajeva është një vend ku është rrethekuar nga kodrinat, si të rrethekojnë, thëmë ta shpjegoj si një lloj bunari. Dhe aty për shumë vite janë gjuajt me snajper, me lloj granatime dhe 24 orë kemi qenë sulmuar nga kodrat ku aty kanë qenë serbët, ushtria serbe. Pa ju keni qenë rrethuar në këtë më ta them këtë ishull, pra nga 4 anët ku sulmohej. Po, gjitha anët, ai ka qenë një rreth, ku nga gjitha anët kena qenë të rrethekuar. Unë aty kam punuar për një televizion Jutel, i cili ma vonë, kur filloi lufta, u mbyll, dhe atëherë fillova të punoj si freelancer, si thojnë anglisht, si kamerman i lirë për gjitha televizionet që arshin edhe më kanë angazhuar në Bosnë. Dalje nuk ishte nga Bosna dhe mbeta aty. Dhe fillun granatimet, fillun luftimet. Unë duket edhe vajza e pare, cila ka vdek prej snajperit në Sarajevë në 2002, unë duket që është në prill, është një vajzë me emrin që e quajtën Suada, po flas për civil të vdekun, se jo për ushtrit Sarajevës. Dhe ma vonë luftimet çdo ditë, të cilat kanë ndodhur, mramje, ditët, granatimet, snajperet. Ne në Sarajevë kena pas informata vetëm që janë edhe rusët të angazhuar duke gjuajt dhe po vinë safari. Pra, atëherë ju e kishit aty, pra ambienti këtë informacion? I kishmi atë informacion as i gazetarë, se po vinë dhe nga Beogradi po vinë, edhe nga Beogradi për ta treguar patriotizmin serb, atëherë kanë ardhur nëpër kodrat e Sarajevës ku kanë gjuajtur. A i quani patriotizëm këtë? Pasi jo. Kjo është se njeriu, e thash një ditë, njeriu është inteligjenca më e fortë e krijesës, po është edhe shtaza më e fortë, se te shtaza instinkti vepron. A te njeriu organizimi, gjitha këto vinë dhe ku i bojnë për shkak dëshirës, epsheve që i kanë me vrajnë njerëz edhe gjitha. Edhe ne e kena ditë në Sarajevë po rusët edhe serbët, për që kanë marrë pjesë tash italian, francez, amerikan, kanadës, sot dëgjova si edhe një deputet nga Amerika e ka hap këtë çështje për me u lumtue a ka pas ushtar amerikan apo nuk ka pas. Sidoqoftë, kjo është mas e vërtet. Edhe që kanë kalu shumë vite, të them vërtetën, kur në atë kohë, ne e kena pas këtë informat, ma mërmenja si e kam pas edhe tjertë, ndoshta sfori si qujna atje, kam pas ndoshta kësi informata, po sidoqoftë tash mas disa dekada u lajmëroi ky lajm. Ma mirë të lajmërohet se sa të shukatet. Këtë proces e ka nisë, mësa kam dëgjuar, është krye bashkiakja e Sarajevës, një femën e cila ka fillu këtë proces me atë italianin dhe një gazetarën duket sloven. Dhe kjo u bë tash hit botror. Po me thonë vërtetën si në Sarajevë, ku kum qenë, do me thonë gjatë gjithë kohës, une të ne kena dite dhe kena pas vendet të cilat e dim cilat vendet kanë gjuajtur me snajper. Unë i di se